një pjesë të task force-ës, se task forca në total kishte rreth 20 antarë, secili me detyra të përcaktuara qartë, dikush me monitorimin e medjave, dikush që merrej me pjesën e ligjore, dikush që merrej me monitorimin në terren, por çdo fakt, çdo denoncim që u bë, duke pasur parasysh volumin shumë të madh, task forca vendosi edhe një email të dedikuar për denoncime, që u bë publik nga selia e Partisë Demokratike në një konferencë të veçantë të kryetarit partisë, dhe një numër të dedikuar për gjitha denoncimet. Në momentin që denoncimet vinin ose në WhatsApp, ose në numrin e WhatsAppit, ose në email, apo në të gjitha rrugët që mbrinin në task force, kishte një procedur verifikimi të secilit prej denoncimeve, në mënyrë që çdo gjë që të paraqitej në këtë libër të ishte e vërtet. Pra, janë rreth 2500 raste të verifikuara, ku kemi vendosur foto, video, dëshmi, burimin. Pra, jemi treguar shumë të kujdesshëm, dhe kjo na ka marrë jo pak kohë, që çdo gjë që paraqitet në këtë libër të jetë e vërtetueshme dhe e verifikueshme edhe nga ana juaj. Raporti pra ka pasur shumë volum, të marrë nga strukturat e Partisë Demokratike, nga shtabet elektorale të koordinatorëve politik të Partisë Demokratike apo shtabeve të kandidatëve në të gjitha qarqet. Kemi marrë të dhëna nga vëzhguesit, komisionerët, nga qytetarë, por edhe nga qytetarë të cilët na kanë dërguar informacion edhe pse janë munduar që të ruajnë anonimatin për shkak të presionit. Për çdo rast kemi vënë shpjegimin e shkeljes, krimit zgjedhor, impaktin elektoral, po gjithashtu shkeljen në bazë të ligjit shqiptar apo të dokumentave ndërkombëtar, si dhe impaktin pra elektoral. Do e shihni se do edhe e performojmë mënyrën se e kemi bërë dhe user friendly, pra edhe për ju të jetë më e lehtë përdorimi i këtij libri. Kemi vendosur për çdo rast, krimi elektoral apo shkelje elektorale, kemi vendosur një QR kod, në mënyrë që secili prej jush, kur të bëj skanimin e QR kodit, të dali rasti pra shkelja zgjedhore. Çdo informacion pra është verifikuar dhe vetëm rastet e verifikuara janë përfshirë në këtë raport. Dhe unë dua t'ju sqaroj që kjo është vetëm një pjesë e vogël e asaj çfarë ka ndodhur gjatë fushatës zgjedhore, gjatë ditës së zgjedhjeve apo pas ditës së zgjedhjeve. Janë 2500 raste, 2543 raste në këtë libër të verifikuara, të ndara sipas kategorive edhe të raportit të OSBE Odirit, duke e ilustruar çdo shkelje të përmendur në raportin e OSBE Odirit me numrin e madh të rasteve të publikuara në këtë libër. Kështu kemi nisur pra me kapitullin, janë 8 kapitull gjithsej. Kapitulli i parë që është shpërdorimi i postit, por edhe i burimeve administrative. Kapitulli i dytë është përfshirja e krimit, grupeve kriminale dhe karteleve të drogës në zgjedhje. Kapitulli i tretë që ka lyhet goxha hapësirë, sistemi i patronazhimit. Kapitulli i 4 janë vota e diasporës, janë 227 raste të verifikueshme se si është devijuar dhe dhunuar vota e diasporës. Për ditën e zgjedhjeve janë 821 raste të bëra publike, pra të vendosura në këtë libër, 821 raste, ku kemi marrë rastet e ditës së zgjedhjeve nga Vora, Elbasani, Zabastari, Vaqari, Petrela, Ndroqi, Baldushku, Kruja, dhe kemi vendosur dhe një përmbledhje të disa prej tyre. Pra mendoni që kjo është vetëm një miniaturë, sepse në gjithë Shqipërinë ka qenë
i njëjti fenomen i dhunimit të zgjedhjeve, presionit, shantazhit të votuesve. Në kapitulli i 6 është procesi i complaint, i ankesave, hapja e kutive dhe materialeve zgjedhore dhe rezultati prej tyre, dhe kapitulli i fundit numërimi dhe pjesa post zgjedhje. Neve do të donim që shumë shkurt t'ju demonstroni mënyrën se si e kemi menduar për ta bërë më user friendly, për të vërtetuar që çdo gjë që kryetari i Partisë Demokratike, zoti Berisha, antarët e task force-s, drejtuesit politik, kandidatët e Partisë Demokratike kanë denoncuar gjatë fushatës së zgjedhjeve, në fakt po vërtetohet tani dhe me rastet konkrete të dy dosjeve të cilat tashti janë dosja e Belinda Ballukut, një pjesë të madhe e zënë, edhe krimet elektorale të Belinda Ballukut si drejtuese politike e qarkut Fier, por gjithashtu kemi denoncuar qysh në krye të herës dhe rolin e koordinatorit të bandave të Edi Ramës me bandat kriminale. Kështu, për secilin rast, ju do shifni që keni një QR kod, nëse skanoni QR kodin, atëherë do ju çojë tek shkelja. Mund të vini ta provoni. Unë do bëj një demonstrim. Ja. Nuk lexohet. Jo, po nuk lexohet, nuk e lexon një. Një minutë, tani. Metai ha fatto parte della cerchia ristrettissima degli Rama fin dal 2013. Nel suo primo governo era infatti ministro dello sviluppo economico, nel secondo mandato è diventato ministro delle finanze e nel terzo è stato promosso a vice primo ministro. La rottura tra i due si è consumata 1 anno e mezzo fa, dopo le accuse ufficializzate dai Pra për secilin rast, ju do gjeni dhe burimin, dhe linkun, çdo video, çdo dokument i KQZ-s, çdo dokument. Janë dhe dokumenta shtetëror, dhe dokumenta të Departamentit Amerikan të Shtetit, edhe dokumenta të qeverisë, por edhe video nga dëshmitar konkret të cilët japin dëshmin si në rastin e dhunimit votës së diasporës, apo shantazhimit në këtu, do me thënë si të votuesve brenda, ashtu edhe votuesve në diasporë. Vazhdojmë me rastin tjetër. Vazhdojmë prap me rastin e Ergys Agasit, ku në këtë libër një kapitulli 2 fokusohet në ndërhyrjen e krimit e karteleve të drogës dhe bandave kriminale në zgjedhje, nga verifikimet e terrenit, nga dokumentacioni, nga rastet që kemi paraqitur në këtë libër, janë rreth 40 banda kriminale dhe kartele droge të cilat kanë influencuar me anë të parave, me anë të shantazheve, kërcënimeve dhe me jetë në disa raste, në favor, pra për të marrë vota në favor të Partisë Socialiste. Të gjitha qarqet janë më vete, të ndara pra me qarkun Durrës, të gjitha bandat kriminale apo karteli Troplini Poja që kanë vepruar dhe mënyrën se si kanë vepruar në Durrës, në Elbasan do shifni që është rasti i kartelit të drogës së Suel Qelës dhe mënyrën se si ka influencuar votat jo vetëm për Sara Milen, pra 30.000 vota, por edhe influenca e tyre jo vetëm në Elbasan, po në Korçë,
apo edhe në qarqe të tjera. Në Vor, grupin kriminal Gjabafti, nëse i shkojmë të faqja 575, kemi denoncuar faktin që banda kriminale e Gjabatëve, sikurse e shihni këtu, ju e mbani mend këtë personin që ishte bashkë me Bert Gjabaftin dhe dy vëllezërit, Bert dhe Artan Gjabafti. Ky ishte personi që bëri debat me zotin Flamur Noka, kur ai erdhi në qendrën e votimit në Vor, dhe nëse e shihni në këto pamje, pikërisht i njëjti person që thoshte unë jam votues, është brenda, sjell votuesit në shumë raste, ka sjell votuesit brenda, ka verifikuar, ka folur me komisionerët, derisa ka verifikuar që kanë votuar për Partinë Socialiste dhe për Blendi Gonxhës, sepse po punonin të gjithë për llogaritë të Blendi Gonxhës, dhe përsëri i shoqëronte jashtë. Në të njëjtën përsëri në Vor, njëri prej personave të bandës së Xhabatëve, pikërisht Mateo Dedej, i cili më ka kërcënuar mua dhe vajzën time, do shihni që janë artikuj shkrime që vërtetojnë që ky person ka pasur precedent kriminal, penal në Angli apo në vende të tjera. Kemi vendosur edhe linkun e shkrimeve. Po ashtu në Elbasan, nëse shkojmë te faqja 593, unë do ju merr goxha hapësirë në libër pjesa e kartelit të Suel Çelës, mënyra se si kanë operuar, po unë po ju tregoj vetëm njërin prej shkrimeve, analizave që ka bërë Lapsi Pikal, dhe brenda këtij shkrimi juve do gjeni dhe përgjimet në skaje encrochat në këtë link apo në linqe të tjera që janë vetë përgjimet që thonë që Taulan Balla na donte për vota. Apo në rastin e Adelaida Rokës, e cila ka përgjime të vendosura në këtë libër, të marra nga Sky Encrochat, vëllezërit e Adelaida Rokës që punojnë pra për bandën e Suel Çelës, dhe ju e dini rolin e Adelaida Rokës në qindra leje ndërtimi të rezorteve dhe të rezorteve luksoze apo të kullave të larta të dhëna gjatë periudhës zgjedhore apo pas zgjedhore. Adelaida Roga, unë vetëm do ju si u emërua drejtoresh e AZT-s Adelaida Roga, motra e antarëve të bandës së Suel Çelës. Nëse do shkoni pastaj në secilin prej linqeve, dokumenteve që neve kemi vendosur këtu, do shihni pra edhe lidhjen direkte të Adelaida Rogës, të vëllezërve të saj që janë të arrestuar, dhe rolin që ka pasur Adelaida Roga, Edi Rama, që ku firma e tyre gjendet në çdo leje ndërtime.